Në këtë fotografi, një student në vitin 1990, në një nga protestat e shumta që kishte marrë pjesë, e kishte shkruar një pankart që kishte marrë me veti në baltë asaj proteste, dhe aty thuhej shkurt rrugë shteti Kosovës. Kjo është fotografia. Dhe ky njeri është luftëtari i lirisë, shpallësi i pavarësisë Kosovës, ish kryeministri dhe presidenti ynë Hashim Thaçi. Me shaqen ky qytet është hapur edhe për investime, edhe për projekte kulturore, për turizëm, për mundësi që të rit mos a shohin ardhmën e tyre të projektuar diku tjetër, po këtu në Prizren. Kërkoni një Kosovë më të mirë dhe mos e shihni veten vetëm si përfitues të ardhmës, por si krijues të saj. Bashkarisht qytetin e Prizrenit kemi me bo një qytet modern dhe shembull, sepse kemi potencial, kemi energji, kemi tim. Prandaj vazhdojmë bashkë drejt suksesit të tij. Ju falenderoj.